Hej miq, pas pak do të jemi me të ftuar në radhës dhe duke falendëruar që na ndiqni javë pas jave, ju ftoj që të na bëni subscribe, na ndiqni në faqen tonë të YouTube-it për të bërë pjesë i këtij komuniteti të mamë dhe sigurisht me këshillat tuaja, me sugjerimet tuaja njëkohësisht, por më duhet falenderoj edhe mbështetësit e podcastit të mamë që është Lejthiza, Lejthiza dhe jo vetëm, por gjithashtu Dino Rios dhe Maruderm për produkte të jashtëzakonshme kozmetike që çdo grua dhe jo vetëm duhet i përdor. Pas pak, me të ftuar në radhës. Në rrjetet sociale patjetër nuk guxoja të hidhja në një video që më kapte poshtë portretit sepse gjykimi i njerëzve ka qenë shumë i madh, sidomos i femrave për fat keq, që sulmonin, pra ti duhet të dobësohesh një herë vetë, më shkruanin, pastaj të na japësh neve këshilla për ushqyerjen. Martina, faleminderit që je sot në mam. Ti nuk vjen thjesht si mjekë sot apo si nutriciene, po vjen edhe si mami kapris. Dhe besoj që kjo të ka ndryshuar, apo jo, pas momentit që ti si një profesioniste, ka një lloj dualiteti në këtë pikë, mendon? Po si të ka ndryshuar, si ka ndikuar, si e ka ndryshuar mami profesioniste ardhja e kapris? Mendoj që kam ndryshuar totalisht. Domethënë jam një person i ri, tashmë me përgjegjësi të reja, nëse më përpara isha më egoiste, besoj për karrierën, unë ose jeta në çift ishte prioritet, tani ka ndryshuar. Mendoj që jam një version pak më i mirë, pak më i butë dhe pak më i përgjegjshëm i vetes. Mendon që kjo ndodh me të gjitha që bën nëna, apo është diçka shumë personale, individuale? Besoj që është dhe individuale, por në përgjithësi mëmësia vjen me përgjegjësi të reja, që tashmë nuk je më ti prioritet ose personi vetëm për të cilin je përgjegjës, por që është dhe fëmia. Dhe besoj që të gjitha mamat ndryshojnë pas lindjes. A e mërzit kjo mamin profesioniste her pas here? Ndonjëherë mendoj që kur ri më shumë në punë them, sot e prova, nuk jam një mami perfekte. Kur ri shumë në shtëpi pastaj që nuk shkoj në punë them sot u tregova shumë keq. Nga ana profesionale, kështu që ekuilibri asnjëherë nuk gjendet. Pra do të qëndroj ky dualiteti gjithmonë, do të ketë një sfidë të hapur mes secilës. Mirë, unë dua të rikthehem në fakt Matinës si vajzë, si grua dhe problematikat që ty të kanë shënjuar në jetën tënde. Në rrëfimin që ti ke bërë her pas here edhe në faqen tënde të Instagramit shpesh herë ti flet për PCOS-in, që ti e ke hequr, në fakt ti ke qenë gjithkohës me të. Edhe sot po shohim më shpesh raste vajzas të cilat janë në të njëjtën situatë, apo endometriozë normalisht, dhe ka filluar të flitet, por flitet shumë pak edhe shumë pak informacion. Edhe në këtë rast unë dua të falenderoj në fakt sepse është shumë e rëndësishme që gratë të cilat po kalojnë të njëjtën gjë ta flasin sa më shumë. Ta flasin sa më shumë sepse problematika tona do të ndihmojnë një grua tjetër pa diskutim. Ashtu është, vërtet edhe unë e kam zbuluar tek vetja tek të 20-tat, kur kisha një parregullsi të ciklit, kur kisha 2-3 kg tepër që nuk i hiqja dot, pavarësisht se më përpara kam qenë shumë e dedikuar dhe ndaj palestrës, dhe aty bëra një konsult ginekologjike dhe zbulova që kisha ovarin me shumë kiste dhe pak rezistencë të insulinës. Aso kohë nuk nisa mjekim, pra gjithmonë kam qenë në qasjen holistike që përmes regjimit ushqimor dhe stilit jetës mund të ndryshosh, dhe arrita në radh parë duke ndjekur një dietë pa karbohidrate, pa gluten, pa laktozë dhe duke marrë suplemente si inozitoli, magnezi dhe vitaminat B. Domethënë këto kam bërë unë dhe i kam bërë për një kohë 6 muaj pa ndërprerje, pra 6 muaj pas një lloj karbohidrati në dietë, kam qenë shumë strikte dhe rregullova rezistencën e insulinës e normalizova. Dhe si ndryshoi, çfarë ndryshoi tek ti? Le të themi për diagnozën që arrite simptomat që të çuan të zbuloje diagnozën dhe më pas do të thënë si ndryshoi pas 6 muajve. U pajtova me faktin që cikli nuk e kisha rregullt asnjëherë. Domethënë 30 ditë
tek unë nuk ekzistonte. 45, ndonjëherë dhe një herë në 2 muaj dhe ishte diçka krejt normale për mua. Shpeshherë kur e kuptoja që kishte një përkeqësim nga ana e kisteve, kisha më shumë dhimbje në fundin e barkut, sidomos përpara fazës së ovulimit, kur ndoshta plasnin edhe kistet, dhe e kisha shumë tendencën që në abuzimet më të vogla shtoja me një herë 1-2 kg, qoftë edhe me një udhëtim të vogël. Po flas këtu e para shtatzanis. Po pra që normalisht metabolizmi është pak më i shpejt, pak më reagues. Po që atëherë kam vënë re. Dhe në gjithë këto vite që unë punoj dhe si nutricioniste, shoh një numër shumë të madh vajzash të moshave të reja, pra prekoncepcion do thosha, 18-25, që vuajnë shumë nga sindromi i ovarit polikistik dhe në biseda dhe me mjek ginekolog mendohet që dhe ushqimi ynë, domethënë bumi i madh i ushqimeve të procesuara, konservantët e shumt, ndoshta dhe kimikatet që spërkaten në ushqimet që ne konsumojmë mund të kenë një ndikim të drejtë për drejtë. Po le të themi produktet që ne përdorim, kozmetika, patjetër. Prandaj duhet të jetë pak të jemi të kujdesshëm në përzgjedhjen e saj, kur ne Unë jam bërë shumë koshiente ndaj kujdesit vetjak, domethënë duke fituar që nga shampoja, produktet e higjienës personale që kur zbulova që isha shtatzan, atëherë kam drejtuar gjithë shtëpia ime, mundësisht dhe prindrit, përdorim vetëm produkte sa më natyrale. Domethënë kemi bërë një lloj ndryshimi dhe në stilin tonë të jetës, që mendoj që duhet ta bëj çdo kush, sepse ekspozimi është shumë i madh dhe nga gjëra që ne nuk e kuptojmë. Edhe nga ajri njëkohësisht kur ne jetojmë në normalitet. Dhe në fakt kur unë prek këtë pjesë, prek edhe shpesh pjesën e kimikateve, pjesë që ne duhet jemi pak më të ndërgjegjësuar në këtë pikë, sepse shpeshherë mua kur unë kam folur edhe qoftë për atarën, se ndoshta kur pas lindjes atarës e pata këtë ndërgjegjësim, le të themi më të fortë akoma se sa më përpara. Edhe qoftë edhe tek kimikatet e pelenat, qoftë edhe te njerëzit ka një lloj dyshimi kur ti ja thua këtë gjë, por është shumë e rëndësishme për të flitet më tepër për këtë dhe të mbrohemi sa më shumë në këtë pikë. Pra, sipas mjekëve, është pikërisht pra ambienti që na rrethon që po e rrit numrin. Por andikon, a kishe frikë ti për një shtatzani të suksesshme në të ardhmen? Po, në fakt. Dhe gjithmonë nga ginekologët thuhet që vajzat që vuajnë nga sindromi i ovarit polikistik kanë më të vështirë për një koncepcion, po. Dhe gjithmonë duke nisur dhe nga kjo frikë, po them, lindin ndyshimet që do arrim do të rezultojmë apo jo. Kështu që besoj që është edhe një lloj presioni. Unë mund të them që tek unë rezultoi dhe pa dashur që të konceptoja. Nuk ishte në planet tona. Megjithatë ishte si një provë, le të themi. Po, për të vërtetuar të kundërtën. Po. E vërtet. Nuk ishte në planet tona, por kishte një lloj frike. Po, patjetër, sigurisht, sidomos kur je profesionist i fushës që ne lexojmë në literaturë që kur ke rezistencë insuline, kur ke ovar polikistik është e vështirë të konceptosh. Dhe kur e pëson dhe vetë pastaj akoma rritet më shumë stresi, por që unë e vërtetova të kundërtën, të paktën tek unë. Dhe pse mendon që ka ndodhur ashtu? Sepse besoj që ti ke hyrë pak më thellë kësaj gjëje. Pse mendon që ja arrite aq shpejt edhe me këtë lloj sindromi? Besoj që regjimi ushqimor, që unë gjithmonë, domethënë tregojmë shumë e kujdesshme, përpos sigurisht një të diele që mund të konsumojmë diçka jashtë, gjithmonë gatuajmë gjëra në shtëpi ose në biznesin tonë, pra ne kemi një orientim drejt ushqimeve të shëndetshme, nuk konsumojmë produkte të procesuara apo alkoolin me tepri dhe patjetër sporti. Pra mendoj që stili i jetës tek unë kombinuar dhe me inozitolin dhe acidin folik që asë kohë mbaj mend që kam qenë duke e përdorur sepse pata një përkeqësim të rregullsisë të ciklit, mendoj që të gjithë faktorët kanë ndikuar pozitivisht. Për mirë në këtë gjë. Patjetër. Dhe mbetesh shtatzan. Ka qenë si ka qenë? Mbaj mend që ka qenë mesi dhjetorit që unë prisja ciklin, por isha mësuar tashmë që cikli im vononte. Madje ka qenë vit i ri që ne kemi pirë verë, kemi drekuar në mos gabojmë, kemi qenë dhe jashtë. Dhe kur kthehem në janar thash hajde po e bëj një test për merak më shumë që pse u më vonuan kaq shumë kësaj radhe. Kur shkoj tek ginekologja ime që e përshëndes shumë, ajo më tha moj është një embrion, i them unë, jo, s'ka mundësi, i them unë, e bindur kështu 100%. Shkoj bëj test, nuk dilte testi pozitiv. Në test nuk të dilte? Jo, testi negativ, edhe unë i them, pe mirë.
Dhe më thoshte, po, e sigurt, shkoj, bëj dhe një kohë të dytë konfirmuese dhe më thot, po, aty pastaj nisi një frikë se unë kisha pirë alkool, do më ishin festat e fundvitit. Dhe them, si ka mundësi? Dhe në vend që të mendoja pozitivisht, aty mendoja që çfarë dëmesh mund të kisha bërë. Por që pa tjetër që ishte një emocion shumë i bukur, fillimi tek unë ka qenë pak i vështirë. Kam pasur qenë në javët e para. Më thënë, kur unë kam zbuluar, kam qenë 6 javëshe. Kam pasur këto të vjella, të përzjera, dhe duke qenë se nuk mund të mungoja as në punë, se kam qenë në spital, ushtira si kur isha me Covid. Edhe mora leje 3 javë. Se ka qenë shumë e vështirë ajo pjesa e fillimit, kam qëndruar shtrirë, familjarë, të gjithë. Ja the të gjithëve? Jo, në fakt, unë dhe bashorët kemi ditëlindjen 24-25 janar. Dhe nuk u kishim të asnjë gjë, duke qenë se dhe unë po shtiresha vërtet edhe në rrjetet sociale që kisha Covid, edhe atyre kur kishim ditëlindjen të dy, se kishim dhe për vjetor, edhe u treguam surprizën. Pas keni mbajtur gjatë? Ne kemi mbajtur, po thuajse 1 muaj. Po 3 javë. Mbajtur gjatë, e keni ruajtur domethënë si gjë. Dhe si ja treguat? Si e kujton? I dhuruam njëri tjetrit nga një rob baby dhe njerëzit s'po kuptonin fare se bëm dhe një darkë, nga që gjithmonë ditëlindjet festojmë tavolinë e madhe se jemi të dy. Nuk kuptuan asnjë gjë, pastaj tham, po presim një beb, aty filluan të gjithë. Të qanin u prekën. Po që besoj ka qenë një surprizë shumë e bukur dhe vijueshmëria e shtatzanisë pastaj ka qenë tek unë shumë e lehtë. Po, u riktheva në punë normalisht, edhe në angazhimet që ka një mjek, pra bëja dhe roje nate, në punë normalisht të orarshi, dhe deri ditën e fundit, madje ditën përpara operacionit kam shëtitur qenushat, se kemi dhe 2 qenusha që në 3 herë në ditë. Keni pjesë të jetës tuaj. Patjetër. Dhe kam qenë deri ditën e fundit aktive. Aktive. Dhe kur le themi e bëre niptin, i bëre të gjitha analizat të plota apo zgjodhe të të gjitha të plota, madje pyesja ginekologën time që ka ndonjë test tjetër që mund të bëj. Pse mendon që është e rëndësishme, Matin? Është e rëndësishme sepse në rast se ndodh diçka. Domethënë jemi njerëz, të gjitha gjërat ne mund t'i presim, varet si e ka shkruar Zoti. Në rast se është diçka që ne mund, pse jo, t'i kursejmë edhe vetes, edhe një individi vuajtjet, është më mirë që kur një test rezulton jo i dëshiruar, më mirë ta ndërpresim shtatzanin aq sa ne, pra ta paraprim. Pra ty e pro kësaj gjëje. Patjetër. Pse të jetë një vuajtje, mendoj për të, sakrificë edhe për prindin. Kështu që unë i kam bërë të gjitha testet që lavdi Zotit rezultuan të gjitha pozitive. Dhe kur doli vajzë? Kur doli vajzë ishte një lajm fantastik. Unë doja shumë djalë. Sepse familja ime, unë kam vetëm një motër, kam vetëm teze, domethënë jemi një fis me dominim të femrave. Dhe donim shumë edhe babim, një nip. Ndërkohë e kundërta nga fisi i bashortit. Ata gjithmonë vetëm çuna edhe donin gocë, kështu që patjetër që ishte bekim, sido që të ishte, domethënë sido që të vinte, patjetër. Dhe duke qenë se ne jemi fejuar në ishullin e Kaprit, vendosëm që të bënim një emër ndoshta pak më të veçantë dhe emri i vajzës është Kapris, domethënë Kaprislav, domethënë dashuria ose ndjesia që na solli ishulli i Kaprit. Kapri duket si një bekim për marrëdhënien tuaj. Ishte me planifikim lindja apo një lindje natyrale? Unë doja patjetër lindje natyrale dhe deri afër fundit edhe unë dhe ginekologja bashkë me babin e vet që janë një duo shumë e fortë, ishin për natyrale, por javën e fundit, në ekon e fundit, Kapris kishte lidhur kordoni rreth qafës dhe mbante madje edhe në dorë. Ekon e fundit e kemi në këtë formë dhe vendosëm që pse unë kisha shumë frikë. Pavarësisht ata thoshin që edhe mund të lindesh, kisha shumë frikë edhe thash pse të rrezikojmë. Një komoditet ndoshta më shumë lindja cesariane dhe për më tepër mund të përfundoj sërish në cesarian, ndërkohë që sepse e vërtet. Historia ka treguar që edhe nëse e tenton mund të ketë raste që prap përfundon në cesarian dhe duket sikur i heq të dyja. Por a erdhi pra i planifikuar ditën që ju e kishit menduar apo ditën kur të plasin ujërat, sepse ka edhe nga ato raste kur plasin ujërat dhe
duket që është fiks dita kur duhet vi bebi, realisht. Ne kishim planifikuar faktikisht, pra ujërat nuk më plasën. Nuk të plasën. Në mos gabojmë, ka qenë e mërkur ose e inte kur bëm ekon, të hën lam që të lindja, kështu që ka qenë e planifikuar. Kam lindur në privat, po në privat, kushte fantastike, shumë e kënaqur edhe me përkujdesin e stafit. Ka qenë një eksperiencë shumë pozitive, besoj ai momenti i parë kur sapo del bebi është një miks emocionesh. Se kur ka qenë brenda barkut, patjetër që ti ndiheshe më e mbrojtur kur bebi është brenda, por kur del jashtë është një ndjesie e çuditshme, miks emocionesh, domethënë gëzim. Vjen ajo dashuria më njëherë, siç thon shumë nëna që e desha më njëherë. Po, Ka besoj shumë që thon isha empir, më shumë është si gjendje shoku edhe në momentin e parë, ta duash atë krijesë. E vërtet. Në momentin e parë është një shok. Domethënë, ti nuk di çfarë të ndjesh, çfarë të mendosh. Unë isha dhe empir, nuk e di, pata një frikë të jashtëzakonshme, ndoshta kur je dhe profesionisti i fushës ndjen nga që di shumë gjëra. Vërtet. Por kur e shikon pastaj atë krijesë aq të brisht që mezi pret që ti ta ushqesh dashurinë, qumshtin e gjirit, pastaj mendoj që dashuria menjëherë fillon. Çka ka qenë gjëja e parë që i ke thënë kur ka dalë, kur çau që ta sollën pranë? E mban mend? Jo, nuk e kujtoj. Ure të gjithmonë kanë të kuj gjithë këtë flokë me mamë. Se ishte komplet e zezë nga flokët, ta shumë kuj gjithë këtë flokë me mamë. Dhe prandetem se çfarë pyes gjithmonë mama, që çfarë keni thënë atë moment të mos kur janë në C-section. Por duke qenë një profesioniste kësaj fushë, sa kilogram shtove? Unë kam shtuar diçka tek 16-17 kg, 6 për të cilave ikën direkt që të nesërmen. E kam nisur shtatzanin pak fare mbi pesh. Pra, pesha ime ka qenë 62-63 për para shtatzanis, e kam nisur në mos gabojmë të 67, kështu që unë isha, domethënë 10-12 kg mbi peshën time të mëparshme pas lindjes, atë javën e parë pas lindjes. Duke qenë se doja ta ushqeja ekskluzivisht me qumësh gjiri dhe kisha në fakt goxha qumësh dhe duke dëgjuar mamin, gjyshen, duhet ta stimulojmë sa më shumë. Fillova dhe unë ta stimuloja me ushqyerje pak më shumë. Me çfarë për shembull, na jep ato këshilla të arta si nutricione. Këshilla ime është që të ushqeni me një dietë të balancuar, por mos bëni gabimet që bëra unë, që pija boz, pafund, pija birë pa alkool, vetëm për të stimuluar, sepse normalisht dihet që këto probiotikët që përmban boza, ose majaja e birës që ndodhet tek bira të rëshëra, domethënë fillova të shtoja suplemente që natyrshëm ishin një formë shtimit kalorive. Dhe unë ato 4 muajt e parë pas lindjes, shtova diçka tek 5-6 kg të tjera, pra praktikisht shkova aq sa e përfundova në muajin e 9 të shtatzanin, po. Kështu që mos përsërisni gabimet që bëra. Po në ushqyerje çfarë mendon që e sjell gjirin? Në ushqyerje patjetër një dietë e balancuar, pra duhet të kesh dhe drithëra të plota, duhet të kesh proteinat. Proteinat patjetër që janë një stimul shumë i mirë për të prodhuar antitrupat, për të prodhuar qumshin e gjirit dhe sa më shumë hidratim. Domethënë janë disa komponentë që ne duhet të kemi një dietë të balancuar për të pasur edhe më shumë procesin e laktacionit. Duhet jemi gjithkohës besoj me shishën e ujit në dorë. Po, mirë është patjetër që po. Po si ja bëjnë me njerëzit që nuk e kanë, për shembull, mënyrë jetese ujin, se për shembull unë kam pas shumë të vështirë në këtë gjë, edhe pse më vini nga mbrapa domethënë me gotë ujë, të paktën muajin e parë. Po, duhet patjetër sepse ti prodhon afërsisht, po them 1 litër ose më pak qumësh gjiri në ditë dhe duhet ta rikuperosh me një shtesë të marrjeve hidrike, sepse ti punon edhe për trupin tënd, por edhe për të mbështetur gjithëdhënien dhe prodhimin e qumshit të gjirit, kështu që duhet shtuar, nëse nuk pini dot ujë, me pak më shumë lëngje ose çajra, por që të mos kenë përmbajtje të teinës, për shembull jo çaj jeshil ose çaj i zi, sepse ato mund të provokojnë dhimbjet e barkut tek bebi, po e vërtet. Kjo është e rëndësishme, por aso kohë ke pasur vështirësi me gjithëdhënien, pra le të themi mund të ketë pasur le të themi çarje ose këto çfarë ke përdorur, që ti vish në ndihmë le të themi trupit tënd aso kohë. Faktikisht nuk kam pasur probleme të tilla, kam pasur mbi prodhim dhe
pompoja për të ullur pak volumin e qumshtit dhe ajo sigurisht stimulonte më shumë, por nuk isha çfarë të bëja se edhe kaprisi gjithmonë pinte dhe e keqja jon ka qenë që pinim ditë dhe natë. Pra, gjumi nuk ka qenë një pjesë e fortë e jona. Për të rikuperuar, pra. Po, edhe kaprisi zgjohej, ishte fëmijë që zgjohej çdo 2-3 orë natën që donte patjetër qumshtin. Për çudi, pavarësisht se ishte një fëmijë që nuk shtonte shumë në peshë, domethënë ato muajt e parë, qumësht pinte pafund. Dhe kjo gjë mua më habiste. Edhe unë kisha një mbiprodhim. Le themi pediatre, neopediatre që të ndiqte. Pse nuk po shtonte? Ke bërë këtë pyetje, ke folur me të apo ishin informacione që ti kishe marrë përpara? Sigurisht edhe në bashkëbisedime të, sepse ajo e dinte shumë mirë mënyrën se si unë ushqesha, që kisha dhe mjaftë shumë yndyrna, sepse ndonjëherë kur kam biprodhim, mendohet që qumshi mund të mos jetë cilësor, aq sa duhet, kur është ndoshta mund të jetë më i holluar, por unë e shikoja dhe konsistencën e qumshtit, sepse dhe pompoja që ishte viskoz, i verdh. Pra ishte qumësht cilësor, por kisha biprodhim, se normalisht dhe kaprisi pinte dhe unë e pompoja disi për të lehtësuar veten. Por ne gjithmonë ato matjet një herë në muaj që bënim tek neonatologja, tek pediatria, kapnim gjithmonë percentilet e gjatësisë, pra rriteshim, zjateshim, por në peshë shtonte shumë pak. A të shqetësonte ty kjo? Në fillim po, për çudi ndoshta duke u nisur dhe nga më pyeste gjyshja, më pyeste mami, sa shtoj? Kur nuk shtonte më pas muajit të 4, në fillim u bë dhe një stres që thosha si ka mundësi, pastaj edhe pediatra më tha që mjafton, që është e shëndetshme, nuk kishte probleme me virozat, imuniteti ishte shumë i fortë, ndoshta dhe imunizimi që kishim në shtëpi nga qenushat, kishte atë pjesën e vet. Dhe për sa kohë që ishte një fëmijë i shëndetshëm që shtonte në gjatësi patjetër dhe dukshëm aktiv, nuk kishte asnjë lloj problemi mos shtimi i peshës. Pra, ka ardhur gradualisht. Reni qetësi, le të themi nga kjo anë, sepse unë fakt e përmend edhe me nonat që na ndjekin, shpeshherë pyesin, po sa shtoj, po sa kanë qenë pyetje të zakonshme që bënin nonat në fillim kur shihnin edhe antarën, që ishte në fakt, ka qenë fëmijë i shëndetshëm shumë edhe në dukje. Edhe por shpesh unë të janë mos e krahaso, shumë e rëndësishme mos ta krahasosh sepse janë komplet tjetër gjë, është unik, një fëmijë është unik, qoftë nga shëndeti, qoftë nga edhe nuk besoj që është diçka që e bëjnë gabim nonat, atë shohin le të themi tjetrin që është e shëndosh dhe pse fëmia ime nuk po shton ndërkohë që gjithë proceset po i kryen siç duhet, për shembull. Patjetër, ose tek unë vinë edhe nëna që të bebeve të vogla që thonë që ç'a mund të bëj për të ngrënë më shumë. I them unë, fëmia aq sa ka nevojë. Sigurisht që mund të ketë gabime, për shembull fëmijët që kanë nisur ushqyerjen dhe nënat japin më shumë qumësh se ç'duhet, sepse normalisht kur fëmia nis ushqimin solid, duhet të paksohet pak marrjet e qumshtit në mënyrë që të mos bëhet dhe fëmia i varur ndaj tij. Në çdo rast tjetër kur fëmia ka një mirë ushqyerje dhe nga ana e ushqimeve të ngurta dhe nga ana e qumshtit që e bashkëshoqëron të paktën deri 1 vjeç, nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar në rast se fëmia juaj nuk shton aq sa duhet peshën. Kështu që ku ta gjejmë që të bëjmë fëmijë të dobët të dobët në sensin patjetër. Të fortë, të shëndetshëm. Jo detyrimisht nga kilet e tepërta. Dhe kur ti më fole për solidin, ka qenë një proces i vështirë për ju apo jo, në fakt i natyrshëm. Çfarë zgjodhe metoda që zgjodhe? Jam përpjekur për të nisur me baby-led weaning, pavarësisht se i kam bërë mix. Pra, edhe kam ushqyer, edhe ja kam dhënë, ja kam servir. Kemi pasur një problem të vogël që gjërat që unë ja jepja për t'i ngrënë vet, shumica përfundonin tek qenusha. Kështu që gjithmonë kur gatuaj, sidomos ato muajt, për shembull muaj 8 i 10 që filloi dhe të kishte një lidhje pak më të fortë me ta, gatuaja gjithmonë sa për 2. Sigur kisha 2 fëmijë, sepse dije që pjesa tjetër do përfundonte në tokë dhe ata rinin aty. Gati. Kur lindi Kapris, ju i kishit tashmë 2 qenushët tuaj. Pra 2 fëmijët e parë i kishit. Po, e vërtet. Sa shitëm Rubi është e para, pastaj erdhi Atara. Po, e vërtet. Edhe patët ju ndonjë dyshim për një moment?
Për qenushat? Për qenushat. Ata asnjëherë. Jo vetëm ju, po njerëzit rreth ju filluan t'ju flisnin po kujdes, se tani godje goca, dojnë çik më shumë pastërti, rregull, se janë këto që edhe nëna e kanë thënë. Patjetër. Ne i treguam derën, domethënë, okay, nëse të pëlqen rubi, mund të shkosh. Patjetër, komentet të tilla ekzistojnë dhe sidomos në muajt e parë pas lindjes kur unë postoja dhe ndonjë foto ose video të kaprisit për shembull në krevat ose në karrocë dhe që afroshin qenushat, komentet e njerëzve kanë qenë të tmerrshme, saqë unë nuk e mbaj mend se sa njerëz kanë bërë blok vetëm nga negativiteti që okej, secili ka jetën e vet, unë kam këtë zgjedhje. Pra unë kam zgjedhur dhe madje më kujtua që i kam thënë bashortit, ndoshta jo sapo ka lindur vajza, por sa kemi shkuar në dhomë që merre kapuçin edhe çorape dhe çoja qenushave. Dhe kjo ka qenë veprimi i parë që ne kemi bërë. Kemi prezantuar atyre aromën e kapris. Dhe kur ne kemi shkuar në shtëpi, ata kanë qenë jashtëzakonisht shumë kurioz, por ishin shumë gentil, pra ruanin atë hapësirën, distancën, asnjëherë nuk afroheshin më shumë se ç'duhet. Domethënë, është e çuditshme dhe qend që si arrini ta kuptonin. Por më tepër që qenushja femër që ne kemi, u bë jashtëzakonisht shumë protektive që kur unë isha shtatzan. Domethënë, nëse afrohej një njeri tek unë, tek barku, më shumë edhe bashkëshorti, kur bënim ndonjë shaka, ajo i sulej, jo për ta kafshuar, po për ta trembur. E njëjta gjë dhe kur kapris lindi dhe unë gjithmonë shëtitjet ne i bënim të tre, ata të dy në një dorë dhe duke shtyr karrocën. Nëse afroi dikush qoftë mik apo i panjohur, ata bënin një lloj qasje për ta larguar. Kështu kanë qenë shumë protektiv ndaj saj. Dhe si a dolet për t'i thënë njerëzve të afërt që qenë të vazhdojnë të jenë pjesë e jetës tonë. A besoj që ata u mësuan me praninë e tyre. Ne tashmë jemi mësuar që qimet janë ndoshta duket në një dhe këtu. Unë nuk e shoh. Fluturojnë, janë tek pjatat, jemi mësuar me prezencën e tyre dhe kur marr tashmë që edhe jam bërë pak më sportive ndaj komenteve, jo se i përjetoj, por them që si ka mundësi që njerëzit mund të jenë kaq negativ. Në drejt. Them që unë jam shumë e fortë, unë nuk sëmurem ndonjëherë, kështu që besoj që këtë kjo ndikon shumë. Ja, atribuoj dhe qenushave. Njësoj dhe për kapris. Pra ndikon shumë në imunitetin e fëmijëve. Pasurit të një kafshë shtëpiake në shtëpi. Po, sepse është një formë imunizimit, pra e përballjes me baktere, me viruse të ndryshme, nga gëzofi tyre kur ne i prekim, nga jargët, pra nga qimet që mund të ndodhen në shtëpi. Patjetër që ndihmon në një imunitet më të fortë, sepse në momentin kur ne përballemi me një virus apo me një bakter, trupi krijon antitrupa për atë lloj bakteri dhe nëse ne ky bakter na rikontakton, po them në të ardhmen, ne kemi tashmë një mbrojtje imunitare dhe unë e kam vënë re që kapris krahasimisht me fëmijët e tjerë, që edhe pse kemi shkuar në qerë dhe që një vjeç, sepse puna na detyroi që ta bënim të zgjedhje, është sëmurur shumë pak. Ndoshta vetëm atë vitin e parë, pastaj çdo vjesht ka qenë shumë e lehtë dhe i kalonte virusat shumë lehtë. Dhe mendoj që një merit i takon patjetër dhe pasjes se një kafshë shtëpiake. Dhe meqense më përmendë çertën e cila nisi 1 vjeç. Herët për t'ia nisur me çertën 1 vjeç, apo jo? Pse ky vendim? Faktikisht mua më ka ndihmuar kur ka qenë kaprisi e vogël, gjyshja ime, pra stërgjyshja e saj, që ka qenë një ndihmes e jashtëzakonshme për mua. Mua më është dashur që të rikthehesha që sa bëra ato 40 ditët e famshme pas lindjes, diku tek 1 muaj e gjysmë unë jam kthyer në punë, biznesit privat, sepse pavarësisht se kisha lënë një asistente shumë të zotën, unë nuk arrita domethënë pacientët kërkonin vazhdimisht prezencën time dhe u detyrova që disa orë të dilja në punë dhe merrja me vete si gjyshen time, si dhe kapris. Kisha krijuar një kënd më vete, ndërkohë që në spital jam kthyer diçka tek 4 muaj pas lindjes, sepse nga ana e kolegëve asnjëherë nuk ka një mirëkuptim, sidomos në fushën e mjekësisë. Pavarësisht se femra mundet që të jetë vonë me kronologjinë, pra kur shkon 26-27 vjeç, bie ajo kambana që je vonë. Por kur je në karrierë, sidomos në fushën e mjekësisë, në çdo etapë të formimit tënd, pra edhe kur je studente, edhe kur je në specializim, edhe kur je në doktoratur, ti gjithmonë konsiderohesh një student dhe kur unë kam njoftuar kolegët që isha shtatzan, pas që u prit pak si
po prit, kjo tani është në specializim, shtatzan, më pash një qasje pak ndryshe, duke sikur nuk do isha e mirë mjaftueshëm, nuk do kisha kohë për t'u dedikuar profesionit, që patjetër që duke u ndjerë në këtë presion, unë jam kthyer në punë më shpejt. Ndikoi kjo emocionalisht tek ty? Mund të kenë ndikuar pak, mendoj që pavarësisht se për një femër në karrierë, por specifikisht për një mjeke, mund të jetë pak e vështirë, sepse ti je gjithkohës duke mësuar, duke u trajnuar, ke nevojë për të shkuar në konferenca, në internshipe, dhe kur je me fëmijë patjetër që bëhet më e vështirë, se ti nuk mund të largohesh më gjatë, nuk mund të rish orë pafund larg shtëpisë, sidomos kur je me gjithë, dhe sidomos kur fëmia yt, pavarësisht se ti pompon, nuk e do biberonin. Kjo ishte tmerrshme, po dhe. Ka pasur raste kur unë nuk kisha arritur dot që gjeja një zgjidhje në spital, pra një koleg që të më zvendësonte ose një rrugëzgjidhje për ta bërë pushim, e merrja dhe kaprisin me vete, fatmirësisht ishte një ambient në spital që mund të rinte bashkë me gjyshen time, dhe unë shkëputesha 2 orë, 2 orë e gjys për ta ushqyer. Kështu që ka qenë një sakrificë patjetër. Kur u ri dhe u bë më e pavarur, mendoj që kam dashur gjithmonë që ajo të përfshihej në sistemin arsimor herët, se mendoj që edhe socializimi me fëmijët mund ta ndihmoj fëmijën. E beson këtë gjë, Matin? Besoj sepse edhe i kam besuar njerëzve që i kam njohur. Pra, për fatin tim të mirë, kur e kam qenë në Çer dhe ka qenë mamaja një shoqes time, kolege mjeke që ishte edukatore, kisha patjetër besim të verbër tek ajo duke e njohur. Dhe kaprisi ishte fëmijë shumë i qetë, i socializuar, pra që kënaqej, dukshëm në Çerdhe, por Elia deri në orën 1-2, pra derisa mbaronte, po them vakti i drekës. Në Kopësht, pastaj kur u rit, nuk e pyesnim më njëri tjetrin, sepse ajo kërkonte me ngul, patjetër, të kalonte kohë normalisht me të. Me shokët njëkohësisht se fillojnë edhe zbulojnë më shumë me kalimin e kohës, edhe pëlqejnë akoma shumë lojën aty. Por ke pasur ndim me bashortin në këtë pikë? Si ka qenë? Keni qenë të dy bashkë në këtë rrugtim? Mendoj që pas lindjes edhe jeta në çift ndryshon, sepse në qoftë se më përpara je çift, pra ti mendon për 2 veta, ke karrierën, ke udhëtimet, dashuria mendoj që është më pasionante përpara fëmijës. Pas fëmijës dashuria nuk zbehet, por thjesht transformohet në një formë tjetër. Dhe patjetër që ka qenë krameje, mendoj që në fillim unë mund ta kem lënë atë pak pasdore, sepse nga ana e biznesit, tashmë ai kishte gjithë përgjegjësitë mbi shpatullat e tij, nuk më kishte më mua për të ndarë ose për të biseduar, kishte ditë që ne nuk shiheshim fare. Dhe mendoj që duhet ushqyer shumë edhe dashuria pasi fëmia vjen. Ndryshojnë prioritetet, nuk diskutohet. Tashmë janë 3 antar për të cilët duhet të transformohet edhe përgjegjësia, patjetër që kemi qenë të 2, kemi ndarë përgjegjësitë të 2 njësoj, kur unë kam më zhdashur të shkoj në punë, e kam mbajtur ai vajzën, ose kur nuk kishte kusht i nxirrte qenushat, i nxirrte patjetër bashorti, kështu që patjetër që ne kemi qenë të 2 për krah njëri tjetrit. A ishe ti më e qetë kur ai kujdesesh për vajzën, apo kishe një person tjetër, le të themi stërgjyshen, ka prisit në këtë rast, që ishe më e qetë? Jo, Klatoni ka qenë gjithmonë shumë i përgjegjshëm, shumë i kujdesshëm. Kemi pasur të 2 të njëjtën lloj qasje në rritjen e vajzës. Asnjëherë kur ajo ka bërë ndonjë gabim të vogël ne nuk e kemi bërtitur. Gjithmonë kemi dëgjuar një herë emocionet e saj. Jemi përpikur ta kuptojmë që pse i bën gjërat dhe pastaj kemi reaguar. Domethënë në këtë qasje kemi qenë të 2 njësoj. Për fat të mirë një gjë që unë nuk e kam ndryshuar edhe pasi kam lindur, pra ndoshta më përpara mendoja që do isha një mami perfekte, dhe që prioriteti im do ishte ajo. Ndoshta perfekte nuk kam qenë, nuk jam. Mendoj që është e rëndësishme që nëna të jetë sa më e qetë, të ketë sa më shumë dashuri për fëmijën dhe për bashkëshortin, sepse mendoj që edhe fëmia ndoshta nuk dëgjon ato që ne i themi, por sheh veprimet tona. Sheh shembuj, e vërtet. Sheh shembuj, po. Edhe një gjë që nuk e kam ndryshuar ka qenë që unë doja gjithmonë të isha prezente. Pra,
kam qenë gjithmonë partizane e të punuarit vetëm paradite. Gjatë kohës që ajo ishte në qerdë apo në kopësh, mbas dite kam refuzuar punë, sidomos në profesionin okulistes, ose vizita pafund, vetëm sepse, mbas ditja është e saj, është e shenjtë dhe gjithmonë unë punoja kur më është dashur të punoja online ose në emaile, kur ajo flinte. Një tjetër problematikë e fëmijëve të sotme që nisin që në moshë të hershme janë patatinat, popcorn, pijet me ngjyrë, të gjitha këto që janë kthyer në problem. Për shembull, ne kur shkojmë në plazh, është një supermarket aty dhe shikoj që mblidhen rreth atij supermarketi një tufë me fëmijë dhe vetëm blejnë, marrin pije, patatina dhe më duket ndonjëherë që unë atarën e leqa nuk ka han, nuk ka dhe neps në fakt për të tilla gjëra, ndoshta sepse si ka shijuar. Por e shoh ndonjëherë që është e vetmja që është pa këto element në përduar. Është e vështirë? Është e vështirë, sidomos kur fëmia sheh moshatarët e vet që i konsumojnë dhe ka qenë një luftë e madhe në të vërtetë, sidomos kur ka qenë në qerdhe, që nisi ekspozimi i parë me këto lëngjet e frutave me ngjyrë, me çokoladat, me biskotat, që ne asnjëherë edhe unë nuk ja kam dhënë, jo se nuk e kam lejuar që ta konsumoj një çokoladë, patjetër, edhe tani ajo kur e kërkon, unë e lejoj, sigurisht, por jo gjërat e procesuara. Domethënë, sidomos pijet, koset e gatshme, asnjëherë. Domethënë, unë e kam mësuar vajzën që këto nuk janë të mira për të konsumuar. Shikon një shoqe që merr një kos, hajde marrim ne një kos të bardhë. Gjithmonë i kam treguar që zgjedhja e duhur është gjëja më e shëndetshme dhe është induktuar që e vogël me këtë lloj qasjeje dhe tani nuk i kërkon fare, ama në fillim ka qenë vërtet jo e vështirë, por tunduese, sidomos kur ishim në ambiente në lojra apo me miq të tjerë, aty është më e vështirë sepse të takon fundja që të edukosh dhe fëmijët e tjerë, mendoj që kjo është pjesë më e vështirë. Dhe pak më parë më përmendë edhe për marrëdhënien e bashortin që duhet mbajtur, nuk mund të jetë dot si më përpara, po duhet të jetë. Çfarë bën Matina për ta mbajtur, le të themi, marrëdhënien? Çfarë themi për ta regjeneruar? Çfarë bën ju për marrëdhënien tuaj? Një shprehje që më pëlqen shumë faktikisht, e kam hasur në internet, por kur e mendoj, them është shumë e vërtetë. Martesa perfekte është kur 1+1 nuk bëjnë 2, por 1+1 bëjnë 11. Që do të thotë që kur dy njerëz bashkohen në faza të ndryshme të jetës, nuk ka nevojë për tu shformuar, për t'u përshtatur njëri tjetrit për të formuar një numër të ri që është numri 2 çifti, por duhet të qëndrojnë për krah njëri tjetrit, pra duhet të formojnë atë 11-ën. Dhe më ka pëlqyer shumë kjo shprehje dhe është e vërtetë sepse në faza të ndryshme të jetës ku edhe dashuria ndryshon formën. Tashmë mendoj që kur lind një fëmijë e shohin bashkëshortët njëri tjetrin si bashkëudhëtar. Pra janë drejt një misioni të përbashkët dhe duhet ushqyer dashuria sepse fundja dhe fëmia do rritet dhe ne prap do rikthehemi me njëri tjetrin. Përpiqemi të bëjmë udhëtime, të dy vetëm ose të dalim për një darkë, pra gjithmonë. Na ka ndihmuar edhe puna që hasim njëri tjetrin, po. Kur ka qenë udhëtimi i parë që keni bërë vetëm të dy? Ka qenë. Sa vjeç ka qenë Kapres? Ka qenë, në mos gabojmë 1 vjeç e gjys, kur unë i kam shkëputur gjirin, sepse mos të gënjejmë kot që më përpara ka qenë pothuajse pamundur dhe daljet në darkë që ishin të vështira, por që ne bënim darka në shtëpi, po them. Pse mendon se t'ja ishe gjirin 1 vjeç e gjysmë? Faktikisht unë diku tek 1 vit e pak pas lindjes së Kapris, zbulova që kisha probleme me tiroiden. Pikërisht për faktin që nuk po bija dot nga pesha fare. Pra kemi një ndryshim hormonal post shtatzanie. Po, ndryshim hormonal dhe kolegja ime endokrinologe me të cilën ndiqem më tha që shpeshherë sëmundjet autoimune bashkëshoqërojnë njëra tjetrën. Pra kisha po them ovarin polikistik më përpara, tani filloi dhe tiroidja që ishte formës Hashimoto, pra autoimune, një lloj me kiste. Dhe patjetër që mendoj që sfida e madhe me gjumin që unë kam pasur pas lindjes, që ende nuk është normalizuar për fat të keq se e tillë është Kapris që zgjohet tatën, më ka ndikuar negativisht, kortizoli tepërt dhe mos prodhimi i duhur i hormoneve që
unë e di shumë mirë dhe u mësoj të tjerëve që duhet të flesh në orën 10, 11, në mënyrë që të prodhohet melatonina, hormoni rritjes dhe kjo të ndikojë në gjithë ciklin e hormoneve gjatë ditës, por unë vetë nuk e bëj dot sepse në 9:30 fleka prisi, më duhet të punoj pak në darkë, sepse kam angazhimet e mia gjatë ditës që po nuk i konkludova dot në darkë, nuk arrit dot të nesërmen, kështu që mua më kap gjithmonë ora 1. Gjithmonë kemi atë orarin e zgjimit nga ora 2, 2:30 për ujë, për të shkuar në banjo. Po, patjetër. Wow. E kemi akoma sepse është një fëmijë që pi shumë ujë edhe për të mos bërë incidente të lagjes të krevatit, e kemi imponuar pak të zgjimit, pak në një herë. Por që e kemi. Domethënë unë vetëm kur udhëtoj them, ok, po fle 7 ose 8 orë pa shkëputje gjatë natës. Por në përgjithësi unë me 5 orë gjumë mjaftohem dhe mendoj që ky patjetër është një nga komponentët më ndikues tek unë të paktën që ka shkaktuar këtë çrregullimin hormonal që e vuaj edhe sot. E kuptoj. Pavarësisht sforcës së madhe fizike, aktiviteti fizik dhe regjimit ushqimor, kam ende një mos rikthim në peshën time të përpara lindjes, por që megjithatë e kemi menaxhuar këtë pjesën e Hashimoto's, ke filluar? Po, e kam menaxhuar plotësisht. Sigurisht në fillim kam marrë mjekim hormonal, sepse nuk mund që ta normalizoja do të ndryshe, por pastaj në bashkëveprim edhe me mjekën time endokrinologe, lam një qasje thjesht përmes ushqimit, kam qëndruar pa gluten, pa laktozë, sigurisht pa sheqer, për një periudhë diçka tek 4 muaj. Dhe hormonet e mia u normalizuan totalisht. Pastaj kam marrë vetëm suplemente si seleniumi apo vitaminat për të mbështetur funksionin e tiroides dhe ende sot unë nuk kam më nevojë për mjekim. Jam në një gjendje eutiroidiene, pra stabilizimit të hormoneve, por patjetër që kistet janë. Dhe me njëherë e kuptoj balancimin, sidomos pas pushimeve ose pas vitit të ri, pas festave, kur ne mund të konsumojmë dhe një ëmbëlsirë ose pak më shumë gluten se ç'duhet, që fillon djersitja tek unë më e tepërt, në një ndryshim humori që them si ka mundësi që u emocionova kaq shumë. Unë ndryshimet e humorit të tiroides i kam me të qarë. Me dram. Jo me të vërditur. Por, pikërisht këtu, do të ndalemi pak edhe tek pjesa e ushqyerjes pa gluten, pa laktozë, sa të rëndësishme janë dhe se sa mund të ndikojnë realisht në trupin e njëri. Në fund fare, helme janë. Le të themi edhe gluteni edhe laktoza. Kështu që pse jo mos t'i shmangim, se shpesh shoh pyetjen. Unë për shembull personalisht i shmang për disa arsye të mia edhe për le të themi për analizave që mua më kanë rezultuar që duhet i shmang. Edhe shpeshherë shikoj njerëz që po pse i shmang, jo të gjithë duhet i shmangë, duhet bësh analizat përpara. Të gjithë njerëzit duhet të hanë me gluten, me laktozë, ç'është kjo, domethënë ç'është kjo metodë e re. Por ndërkohë sa më pak të jem prezent në dietën tënde ushqimore, nuk bën keq. Po vetëm mirë, apo jo? Faktikisht nga testet e intolerancës apo epigjenetike që bëjmë në praktikën tonë të përditshme të punës, rezulton që shumica e shqiptarëve, mos them mbi 90% kanë vështirësi në tretjen e laktozës dhe gjithashtu dhe të glutenit. Pra, natyrshëm ne kemi mangësitë e enzimave për t'i tretur. Për më tepër, proteina e glutenit është një proteinë shumë e ngjitshme. Është proinflamatore që shumicës së njerëzve mund t'i nxjisë një inflamacion në zorë dhe krijimin e të ashtu quajturës leaky gut syndrome. Pra, zora, mukoza krijon disa mikroçarje që bëhet vend për daljen në gjak të baktereve që mund të jenë normale të zorës dhe aty nis një kaskadë inflamacioni dhe e keqja e kësaj është që trupi kur përpiqet të luftojë molekulën e glutenit, lufton pa dashje molekulat e tiroglobulinës, që janë këto proteinat që ndodhen në tiroide, sepse janë shumë të ngjashme nga ana strukturale. Prandaj njerëzit që kanë probleme me tiroiden, sidomos autoimune, është mirë që të shmangin patjetër glutenin, se është hyn në kaskadën e luftës. Laktoza për të njëjtat arsye, sepse është gjithashtu proinflamatore për sa kohë që ti nuk e tret dot mirë dhe për njerëzit që marrin mjekim hormonal zëvendësues, patjetër që duhet ta eliminojnë sepse konkurrojnë në receptor. Pra, receptori që duhet të lidhë mjekimin, lidh laktozën dhe nuk përthithet mjekimi. Kjo është arsyeja pse duhet edhe ajo të shmanget sa më shumë. A ja shmang ti kapres këtë?
Kaprisit jo, nuk ja shmang, sepse fëmijët janë ndryshe, pra duhet të kemi një qasje të ndryshme, por flasim më shumë për sëmundjet autoimune. Një gjë, për shembull, që unë gjithmonë i kam ushqyer kaprisit dhe ka qenë jo tabu, po e sulmuar, po them në rrjetet sociale, kanë qenë yndyrnat. Pra që 8-9 muaj që në mos gabojmë, unë i kam dhënë mishin që e konsumonte, palcën e kockave, gjalpin, sepse njerëzit, në fakt nuk është faj njerëzve, por është faj industrisë, vitet 70 që yndyrna u bar miku, shpikën, u krijuan ushqimet pa yndyr, në të vërtetë yndyra, sidomos për fëmijët, është thelbësore. Yndyrnat e shëndetshme, gjalpi, veza. Unë ja jepja vezën për ditë dhe madje kur jemi pushim, se kur jemi në kopësht dhe kopshti ka të mëngjesin, atë rutinën e tij, nuk mund ta imponojmë, por kur jemi në shtëpi në pushime, kapris madje mëngjesin e saj ka me 2 vezë, jo me 1, se nuk i mjafton. Kështu që yndyrnat janë thelbësore për zhvillimin e fëmijës, sepse një nga sistemet që nuk ka përfunduar maturimin dhe që do deri në moshën e pubertetit për tu plotësuar dhe maturuar është sistemi hormonal. Dhe hormonet bazën e kanë pikërisht nga yndyrnat, sidomos hormonet steroide, pra testosteroni, estrogeni. E ke pasur ti problem pjesën e shëndetit tënd, pra trupit që ndryshoi plotësisht, ke pasur edhe si profesioniste, dhe ky është problemi. Ky është problemi më i madh, besoj. Kur jam rikthyer në punë, që po them 2 muaj pas lindjes, patëm dhe një dalje në një emision shumë të rëndësishëm asaj kohe, dhe kur vinin njerëz në klinikë të rinj, pra që nuk më njihnin nga më përpara, thoshin, kjo do na dobësoj neve, si ka mundësi. Ndërkohë që unë pastaj e merja patjetër me sportivitet dhe u thoshe që unë sapo kam lindur, por kur kaluan 6 muaj, tashmë nuk vlente ky më si justifikim, kur kaloi 1 vit, po prap dhe filloi pak paragjykimi i njerëzve. Ata që më njihnin dhe dinin në anën time profesionale se sa mirë unë dija, patjetër, nuk kanë pasur asnjëherë dyshimi, por gjithmonë njerëzit e rinj, ata që nuk më njihnin, kanë pasur atë sulmin në rrjetet sociale. Patjetër, nuk guxoja të hidhja në një video që më kapte poshtë portretit, sepse gjykimi i njerëzve ka qenë shumë i madh, sidomos i femrave për fat keq, që sulmonin, pra ti duhet të dobësohesh një herë vetë, më shkruanin, pastaj të na japshin neve këshilla për ushqyerjen, por unë jam një njerëz shumë sportiv, pra e di shumë mirë kush jam unë, sa di unë, patjetër që tani i kuptoj shumë mirë njerëzit që më përpara, u thosha, ke probleme hormonale, do ta kesh pak më të vështirë, rruga është pak më e gjatë, po duhet pak më shumë vullnet. Dhe tek unë ka qenë një rrugë e gjatë, patjetër që jam duke ja dalë çdo ditë në luftë me veten, me hormonet, por patjetër që është më e vështirë. Dhe ti më dole pikërisht tek ajo që ne përmendim më pas herë që është mom shaming, ofendimet, nën për nën, grua për grua. Si e shikon këtë pjesë, Matin, sepse profili yt nuk është thjesht, le të themi, profesional, është le të themi dhe dita jote, është marrëdhënia me vajzën njëkohësisht. Si e shikon ti këtë pjesë, si ndjer ti e sulmuar nga gratë? Besoj se po. Mendoj që njerëzit shohin modelet e njerëzve të famshëm në botë që pasi kanë lindur rikthejnë një barku të shesh, por mos harrojmë që mund të bëjnë edhe gjëra shumë se sa ne kemi mundësi. Pra trajtime, kirurgji, medikamente të ndryshme, por që mendoj që po ekziston për fat keq. Dhe femrat nuk e mirë kuptojnë femrën, sidomos kur nuk janë vënë në pozitën e saj. Por mendoj që duhet të tregojmë sa më sportive dhe të mos gjykojmë shumë ose të mos nisemi shumë nga gjykimet e njerëzve të tjerë, por që patjetër që është dhe komentet me të vërtetë që janë goxha negative. Po, është pak e vështirë në fakt për të përballur me këtë, her pas here unë flas për këtë, her pas here unë hedh, le të themi, qoftë edhe në feed, i shoqëroj dhe me video, qoftë duke mbrojtur në anë të tjera, sepse nuk e kam besuar asnjëherë që mund të ndodhte edhe te faqja e mam në fakt, sepse kur flitet për mama, unë them që duhet jemi të gjitha bashkë në këtë mision, duke qenë se secili është unike dhe normalisht thjesht marrim nga njëra tjetra, nuk kemi pse sulmojmë njëra tjetrën në këtë pikë dhe shpesh shumë përpiqem që ti bëj bashkë më shumë se sa ti kthej kundër njëra tjetrës. Megjithatë, pra duke folur dhe si nutricioniste, patjetër që ne mendojmë që duhet
sidomos një figurë që flet për mirëushqyerjen, për trupin ideal nështë ajo, por në peshë më të shëndetshme, duhet të jetë një figurë që edhe e manifeston atë gjë. Por unë jam përpjekur që të mbroj edhe njerëzit të cilët vuajnë nga aspekti hormonal, nga çrregullimet e ndryshme hormonale dhe ti mirë kuptoj dhe t'u jap të drejtë atyre. Unë nuk jam pajtuar me peshën time, unë jam gjithmonë dhe kush më ndjek dhe më njeh e di shumë mirë se sa luftoj për të arritur siç kam qenë më përpara. Pa tjetër që kam menduar ndoshta edhe për të hyrë kirurgjisë, për një efekt më të shpejt, por kur shkoj në koleget mia më thonë, po jo, çfarë bën, nuk ka rëndësi, aq shumë dukja, por kur bëhet fjalë për një profesionist që merret me pamjen, me shëndetin, me peshën, është më e vështirë. Patjetër që gjykimi është më i madh, por tani jam mbajtuar disi me veten. Mirë, ti aktualisht je e fokusuar edhe në akustik, pra në pjesën që ti e ke dashur profesionin, që e ke vazhduar, e specializuar njëkohësisht. Dhe me qenë se të kemi këtu, disa këshilla na duhen në fakt si një mami njëkohësisht. Kur ka qenë vizita e parë që ke bërë kaprisit? Patjetër ekzaminimin e parë kam bërë vetë, një herë që kur ka lindur, sepse fëmijët është mirë që sapo lindin të bëjnë një konsult me okulistin për të parë nëse ka ndonjë infeksion, nëse rrugët e lotit, kanalet lakrimale janë në formën anatomike të rregullt, apo nëse ka ndonjë infeksion bashkëqyrës, sepse shumë fëmijë lindin me një ndryshim fiziologjik, anatomik të kanalit të lotit, ose mund të lindin, sidomos në rast se kanë lindur me lindje natyrale, me infeksione si pasojë e ekspozimit në rrugët vaginale. Kështu që duhet një konsult e parë, ato muajt e parë. Pastaj, unë kaprisin e kam parë tamam lege artist, kur ka qenë 3 vjeç, dhe vizitën më të specializuar, e kemi bërë diçka në shtator, domethënë të këtij viti, ku pam shkronjat, sepse sigurisht kur fëmia është pak më i madh, bashkëpunon më mirë me okulistin edhe mund të shohim të gjitha parametrat që ne vlerësojmë në vizitën okulistike. Dhe në fakt, është diçka që e neglizhojnë prindërit? Po. Dhe më vjen shumë mirë, domethënë gjithë okulistët në përgjithësi që është bërë i detyrueshëm kontrolli fëmijëve në parashkollor apo përpara nisjes së klasës së parë, të paktën në institucionet jo vetëm shtetërore, por edhe private, sepse fëmia natyrshëm ka një numër me plus normal. Pra, me rritjen e fëmijës rritet edhe syri brenda kësaj zgavre kockore që quhet orbita dhe normalisht fëmijët kanë një numër me plus që u del fiziologjikisht, por nëse është më i madh ky numri se ç'duhet, ne duhet ta mbështesim fëmijën me syze në mënyrë që truri t'u japë përparësi njësoj të dy syve, sepse ndodh që në rast se njëri sy ka një numër më të madh dhe tjetri nuk ka ose ka më të vogël, syri që nuk shef mirë, ai bëhet sy dembel. Dhe në rast se ne nuk ndërhyjmë për ta ndihmuar deri në moshën 7-8 vjeç, në disa raste dhe pak më vonë, ne arrim që të zhvillojmë një sy dembel dhe ky sy të shikojë kaq gjithë jetën. Prandaj është shumë e rëndësishme që të bëjmë një vlerësim të fëmijës sapo fillon. Pra edhe nëse ne e bëjmë 5-6 vjeç, nuk jemi vonë. Edhe në rast se fëmia ka një nevojë për ta korrigjuar, jemi në kohë për ta rregulluar. Për të ndërhyrë njëkohësisht. E cilat janë shenjat që mami duhet të shikojë që ka diçka që nuk shkon? Në rast se njëri prej prindërve ka syze, kontrolli i fëmijës është i detyrueshëm, patjetër. Në rast se fëmia afron librin, ku diun lodrën me të cilën loz më shumë se ç'duhet. Në rast se shikojmë që fëmia anon kokën nga njëra anë, gjithmonë syri nga i cili anohet është syri më i fortë, dhe tjetri që nuk shef qartazi është syri më i dobët, dhe kjo tendencë në rast se përsëritet vazhdimisht duhet kontrolluar. Pavarësisht se pulitja e syve shpesht ndonjëherë vjen edhe nga arsye të tjera, mund të vijë dhe nga tharja e syrit ose edhe nga ndonjë problem refraktiv, pra edhe nga ndonjë numër syzesh. Edhe në rast se fëmia i pulit shumë, duhet ta kontrollojmë. Kështu që këto patjetër në rast se ka ndonjë shtrëmbrim të syve, ndonjë strabizëm, kjo është kampanja e larmi që duhet patjetër një vizitë okulisti, kështu që ka disa shenja objektive që dhe prindi ose mësuesi ose edukatorja duhet patjetër që ti njoh, ti vlerësoj dhe ti referoj, pse jo, prindërve për një vlerësim të detajuar. Dhe nëse kemi një rast, le të themi që ka nevojë për ndërhyrje, qoftë edhe më të avancuar, në çfarë moshe mendohet që është
mirë të ndërhyet tek fëmijët? Pra, në qoftë se vjen 5-6 vjeç dhe ne shohim diçka që nuk shkon, patjetër jemi në kohë për të ndërhyrë me syze, ndonjëherë me mbyllje të syrit, pra me patching, mbyllim gjithmonë syrin që është më i fortë për të aktivizuar syrin tjetër. Kështu që jemi në kohë, në qoftë se fëmia vjen në moshën e klasës së parë, po them, për ta rregulluar çdo gjë. Ekranet, sa ndikojnë? Janë shumë të këqija, sidomos telefoni. Si a del me kaprisi në këtë pikë? Kam qenë shumë strikte te kjo pjesë, patjetër. Dhe kur shikoja prindër, ndonjëherë, domethënë ajo ndjesia, jo vetëm si prind, por dhe si profesioniste, si okuliste, kam shkuar dhe i kam thënë që pse ja lë telefonin, më mirë jepi televizorin të shohë një kukull, është distanca më e largët. Ndërsa telefoni është krahas ndikimeve që mund të ketë edhe në zhvillimin neurologjik, psikologjik të fëmijës, ka ndikim shumë negativ dhe tek syt, sepse mund të bëj spazma të muskujve dhe përpasoj të krijoj një numër nga një ran. Nga ana tjetër mund të krijoj tharje të syve që nëse më përpara ne i shikoni më shumë tek po them moshat 20-30 që rinë shumë përpara kompjuterit, e profesionistë që e kanë të detyrueshme, tani shohim të tek fëmijët e vegjël dhe kjo është tronditse. Pra, telefoni duhet larguar sa më shumë të jetë mundur nga fëmijët, sidomos në literaturë thuhet që deri në 2 vjeç fëmia nuk duhet të ketë asnjë kontakt me ekranet. Dhe në fakt prindër janë të tmerruar janë nga tabletat dhe telefonat sot, por më duket sigur nuk bëjnë ndonjë gjë të madhe kur i thon për t'i larguar, ndonjë punë të madhe. Dhe besoj që kjo ka nevojë më shumë se thonë që është e lehtë ta thuash, por ka nevojë për prezencën e prindit në atë moment, sepse thonë që është e lehtë ta thuash ne kur vim në shtëpi, do të bëjmë gjellën, do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë, do të bëjmë atë. Është vërtet. Por ndoshta kur arrin një moshë, fëmia mësohet vetë edhe pa nevojën e ekranit, për sa kohë që ti ke qëndruar me të dhe ke kaluar kohë. Për shembull, edhe mua më ndodh që duhet ta bëj gjellën kur shkoj në shtëpi. Por ajo loz me kukullat, për shembull. Pra merret me diçka, nëse nuk vjen tek unë dhe të gatuaj, për shembull, merret vetë, loz me veten, dhe kjo është e rëndësishme për t'i mësuar fëmijëve që të lozin vetë. Të jenë të pavarur, po. Unë e kam parë patjetër që kjo nevoja e femrës, sepse duhet të jetë edhe përgjegjësia për shtëpi, për pastërtim, për rregullin, nuk diskutohet. Edhe unë mund t'i kem vendosur patjetër kukulla pak kohë, ose por është më mirë gjithmonë televizori dhe investimi në programe që janë edukative. Pra jo t'i vëm kukla apo personazhe, domethënë tani YouTube është bërë një tmerr. Mendoj që prindi ka rolin kryesor në edukimin e fëmijës. Dhe unë e shoh në praktikën tonë të përditshme në spital, te klinika private, që vijnë prindër, i sjellin për kontroll sysh dhe fëmia ri me telefon derisa pret 1 orë për vizitën, që është e tmerrshme. Pra nuk duhet t'ia servirin fëmijës telefonin. Është një botë, përveç se një botë e tmerrshme, bota online, ka dhe shumë dëm tek syri. Miti më i madh për shqikimin e fëmijëve. Çfarë miti kemi? Çfarë mund të kemi në një mit? Mit, sa i takon, po. Ndonjëherë edhe ne okulistët detyrohemi të bëjmë gënjeshtra të bardha, sidomos kur prindrit vinë me fëmijën në vizitë, flas për mosha pak më të mëdha që dhe kuptojnë. Është mit që kur ri shumë përpara telefonit ose kompjuterit do vëm syze ose syri dëmtohet. Syri mund të pësojë dëmtime, mund të pësojë lodhje, në rast se është një dëmtim i lehtë, akut, pra përgjithsisht syt nga ekranet e afërta mund të pësojnë një pseudonumër që pasi ne hedhim pika vlerësojmë që ky në fakt nuk është një numër i vërtet, por është një numër i induktuar nga puna e syrit për afër, nga lodhja vizuale. Ndonjëherë ne gënjejmë edhe në kabinet. Themi, telefoni jo, nëse vjen pas 6 muajsh dhe do vëm syze. Ky në fakt është një mit, por mos ta dëgjojnë fëmijët këtë gënjeshtrën e bardhë që përdorim. Po, Matini, a ke bërë vaksina vajzës? Po, i kam bërë të gjitha. Madje kam bërë të tjera shtesë. Kam bërë varicelën ekstra, që nuk është pjesë e skemës, po. Por ja kam bërë sepse unë kam kaluar vetë dhe kam disa shenja që
pse të mos ja kursejmë. Por e kaloi ndërkohë? E kaloi lehtë. E kaloi shumë lehtë. Po ndërkohë ja kishe bërë. Ja kisha bërë, po. Më vaksinat të gjitha e kam bërë në kohë. Vaksinën MMR-n e kemi bërë diçka tek 18 muajsh. Vetëm sepse doja bëja edhe ndoshta edhe pak më përpara, 15-16 edhe nga mjeku ynë thuaj që pas kësaj moshe është okay, por na kapën viroza në atë periudhë të lehta dhe e kemi bërë në mos gabojmë në shkurt, ishim shumë mirë, e kaluam shumë lehtëm, kështu që unë jam gjithmonë partizane e vaksinimit. Çfarë mendimi ke për le të themi këtë përplasje mendimesh, se ti ndoshta je mjek, do thonë tash njerëzit që po të shohin po mjekët kështu flasin, janë pro gjithmonë, duhet të flasin gjithmonë pro kësaj gjëje. Por ndërkohë ti vetë si nën, se nuk jo detyrimisht duhet folur si profesioniste në këtë pikë. Fillon edhe ke dyshimet e tua, raste që shef, lexon njëkohësisht, por normalisht mund të prevalojë më shumë pjesa që ka më shumë të shpëtuar nga vaksina se sa të dëmtuar. Mendoj që në fakt kam bërë dhe një video për këtë, kur ka qenë periudha që unë kam vaksinuar kaprisin për MMR-n, që kam thënë që prindrit friksohen vaksinave, mërkurit, ekspozimit e metaleve të rënda, ndërkohë që nga ana tjetër i japin fëmijës patatinat, kosin me fruta, lëngun, që është një ekspozim i njëjtë ndaj kimikateve, ndaj konservantëve, ndaj ushqimeve të procesuara. Kështu që nuk mund ta konsiderosh ti vaksinën që është një mbrojtëse, më beso në kohën që unë kam qenë në praktik tek pediatria, kam parë një fëmijë që desh ka humbur jetën nga fruthi sepse ishte i pavaksinuar, 7 vjeç, nga fshatrat e Shqipërisë, nuk më kujtohet, domethënë rrethanat ose më shumë detaje, por aty mbaj mend që ka qenë ajo tamam vath në vesh që na ka thënë doktor Shaida që më ka drejtuar, ka qenë mentorja e pediatrisë, që vaksinat fëmijëve duhen bërë në kohë sepse mendohet që mund të sjellin efekte negative ose mund të bëhen lidhje me autizmin, me probleme të ndryshme, por në të vërtetë na mbrojnë, patjetër. Dhe unë patjetër kam parë, kam lexuar, është profesion i tillë dhe gjithmonë kam qenë shumë strikte ndaj vaksinimit, të paktën e vaksinimit protokollit që është nga lindja deri në 18 vjeç. Edhe duke kaluar të kjo tek suplementet, ne dim se çfarë na jep doktori në ato muajin e parë, javët e para për bebin, në vazhdimsi. Dim çfarë duhet marrë me pika, qoftë edhe her pas here dhe për shqetësimin e barkut, jep disa gjëra ekstra, le të themi, nëse ne duam t'i përdorim ose jo. Çfarë ke përdorur ti dhe çfarë sugjeron? Unë në fakt që në shtatzani kam qenë shumë e kujdesshme për të marrë dozat e duhura. Sigurisht në fillim acid folik jod. Jodi ka qenë një suplement që besoj pikërisht në kohën që edhe unë kam qenë shtatzan dhe pas lindjes që filloj të futej edhe në protokollet e ministrisë për suplementim tek fëmijët. Dhe në atë 3 muajin e 2 të 3 me atë multivitaminën prenatale, njësoj i kam vazhduar dhe unë vetë në gjithë dhënien, ndërkohë që kaprisit i kam filluar me njëherë pas lindjes vitaminën D3 me K2 për ta orientuar vitaminën D drejt kockave. Po. I kam dhënë probiotik dhe jodin, pra që në lindje, sepse dihet që fëmijët lindin me një trakt tretës steril. Pra nuk kanë baktere banuse në trupin e tyre. Në varësi të formës së lindjes, nëse lindin në rrugë vaginale apo në cezariane, ekspozohen në vaginë me bakteret ose me mikrobiomën e nënës, nëse janë në lindje cezariane, siç ka qenë dhe kapris, ekspozohet në fillim me bakteret dhe viruset e ajrit, të gjirit, kur fillon gjithdhënien dhe kolonizohet trupi nga brenda. Në rast se ne mbështesim me probiotik traktin e fëmijës që arrin maturimin e tij në moshën 2 vjeçare, pra kolonizimin e plot, patjetër që ne garantojmë që do kemi baktere më të mira dhe koloni të balancuara. Unë kam përdorur kaprisit dhe për kolikat, patjetër. Dhe në periudhën që ka lindur kaprisi, ka qenë dhe vjeshta dimri që i kam dhënë patjetër dhe vajin e peshkut, DHA-n, për zhvillimin e trurit, pra për të mbështetur zhvillimin neurologjik. A ke parë ti ndikim të saj, ndikim të këtyre suplementëve për mirë
Sepse unë personalisht kam parë, realisht, e shikoja përdorimin, shikoja dhe krahasimin me të tjerë që nuk përdornin, imunitetin, dhe kjo ka të bëjë shumë, forcën. Patjetër. Unë nuk kam vuajtur shumë me kaprisin me virozat, më ndoshta vetëm atë vitin e parë që shkoj në Çer dhe që ishte dhe ekspozimi ndaj imunizimit të komunitetit, që mund të ta ketë sëmurë, po them 3-4 herë, por virozat e tjera ka kaluar shumë lehtë dhe besoj që patjetër është merit edhe e suplementeve që kemi përdorur. Pra, kjo trioja që unë kam përdorur gjithmonë ka qenë vitamina D, që nuk e kemi ndarë asnjëherë, përveç se aty 2 javshit që mund të shkojmë në plazh, që është ekspozimi ndaj diellit i vazhdueshëm, sepse vitamina D gjysmëjetën plazmatike 2 javë ka. Nëse ti ke ndërprer vitaminën, suplementi, patjetër që fillojnë dhe ulen nivelet. Plus që unë dhe bashkëshorti kemi një formë gjenetike që vitaminën D nuk e përthithim dhe aq mirë përmes ushqimeve, duhet ta marrim, me siguri dhe kaprisi e ka, nuk ja kam bërë këtë testin, por në vlera laboratorike ka rezultuar që është në limite të vitaminës D, që do të thotë që ndoshta dhe ajo e ka. Pra që gjithmonë e ndihmoj me suplement. Kjo është shumë e rëndësishme. A mund ta teprojmë dot me suplement, dhe kur duhet të thënë stop? Nuk duhen dhënë suplemente në rast se ne shohim që në analiza çdo gjë del okay. Për disa suplemente dihet që duhet mbështetur së jashtme. Pra për shembull vitamina D në rekomandimet botërore duhet dhënë deri në 18 vjeç, si tek vajzat dhe tek djemt, në doza sipas moshës. Sepse mbështet gjithë sistemin e tyre zhvillues. Vaj peshkut duhet dhënë deri në moshën 3 vjeç, sepse deri në 3 vjeç përfundon maturimi i plot i trurit. Probiotikët deri në 2 vjeç për maturimin plot të traktit të mikrobiomës së zorës. Kështu që në rast se dalin përtej këtyre, po them, moshave që bëhet e domosdoshme dhënia, për shembull siç është kapri tani 4 vjeç, unë gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit i jap vitaminën D. Në sezonin e vjeshtës, gjithmonë kam këtë probiotikët, kam filluar dhe elderberin, që është një ekstrakt fantastik që e kam përdorur dhe vetë dhe është mrekulli bërës. Dhe në sezonin e pranverës, kur fillojnë këto alergjisë stinore, duke qenë se kaprisi ka pak tendencën për dermatit atopik, aty filloj prap pak probiotikët për t'i dhënë një mbështetje imunitare pak më të madhe. Kështu që suplementet nuk duhen dhënë kot, vetëm se ti e shikon që dikush ja jep fëmijës, por duhet bërë, unë jam mjeke dhe di shumë mirë që ti lexoj analizat e gjakut që ja bëj një herë në vit, me thënë të drejtën. Jam meraklie si për veten edhe për të, por pasi ti bën analizat fëmijës, atëherë duhet konkluduar se çfarë duhet t'i japësh specifikisht. Ka filluar kapris të kërkoj një motor ose një vlla? Kur ka filluar kopshtin, pra 3 vjeç, të gjithë fëmijët, çuditërisht, të gjithë kishin motra vëllezër, edhe më thoshte mua, mami, po pse nuk kam? Po kemi, thosha, ke dhe një vlla dhe një motër, Frençi dhe Lulu. Jo, tha, unë e dua njëri. Po i them, Zoti të na e sjelli atëherë kur ne jemi gati. Edhe për fat mirë, unë dhe motra ime kemi 7 vjet diferencë, edhe marr si shembull, shikon, nënës ja ka sjell Zoti kur kam qenë në 7 vjet. Patjetër që e kërkon, unë nuk jam kundra, sepse me kohët që sot kanë ardhur, për te i familjes është e vështirë për të gjetur një mik të sinqert, një mikesh për të qarë një hall, apo për të kaluar një gëzim, po them. Kështu që patjetër që mendoj që nuk do ta lëm vetëm, por nuk jemi gati, absolutisht. Unë kam pasur, domethënë, fëmijë shumë të mbar, kaprisi është një nga fëmijët më të rregullt, e qetë, përveç se pjesës së gjumit, që ka qenë e tmerrshme. Dhe kur diskutoj me mamin tim që flasim çdo ditë, më thot, fjeti, po ç'a thua o mami, dhe unë u zgjuam 2 herë, i tregoj si ka mundësi, thot. Edhe është pjesën e gjumit e ka pasur vërtet shumë të vështirë, dhe unë gjithmonë mikeshat e mia që kemi qenë shtatzanë deri të kohë, kur më thoshin që fle 7 zgjodhet në 7, thosha, si ka mundësi, hajde ti ndrojmë për një natë vetë. Kështu që kur kujtoj që si ka qenë postpartumi, pra vetëm kjo pjesë është pak më e vështirë dhe lidhja që ka pasur me gjithëdhënien, pra ka qenë shumë e varur, dhe kjo ka qenë dhe arsyeja pse unë ja kam shkëputur, se filloj që të bëj thjesht një varësi e kot, pra pinte shumë pak, më shumë rinim zgjuar, pastaj kaluam tek çuço, tek gënjeshtari, kështu që. Dhe çfarë do i thoje një mami e cila, le të themi, është në pozicionin tënd,
aktualisht do të bëhet mamë, nuk po bëhet dot. Çfarë do i thoj një mesazh? Unë kam pasur raste pafund të mamave, të vajzave që kanë pasur dëshirën për një shtatzani që vinin tek unë si shpresa e fundit, ose ndoshta edhe pak në gjendje ankthi apo depresioni, që i thoshe që patjetër në rast se ti rregullon ushqyerjen, merr suplemente të duhura, bën aktivitet fizik dhe ke dhe mendësim pozitive që ti mund të konceptosh, sepse fundja ne jemi njerëz që drejtohemi dhe nga energjitë që japim vetvetes dhe nga njerëzit që na rrethojnë. Kështu që nëse ne ndryshojmë të gjitha dhe vinë në një harmoni, është e mundur. Ka raste që janë të vështira, por që ndërlidhja e ginekologut me nutricionistin është shumë e rëndësishme, dhe që çdo femër në rast se ka dëshirën e mirë dhe që çdo aspekt të fertilitetit, edhe sa i takon hormoneve të veta, pra edhe AMH-ja, të gjitha, në rast se të gjitha shkojnë drejt normalizimit, patjetër që ka shpresë dhe mundësi për konceptim. Pati unë besoj që kemi kemi treguar goxha, ti për vetën njëkohësisht, po dhe për profesionin tënd, cilin e ke shpërndar tani. Nuk di ku ndihesh më mirë gjithsesi, pjesa e profesionit, pjesa e profesionit në fakt gjithmonë më është pyetur dhe nga ndjekësit që ne të kemi njohur për gjithë këto vite. Unë bëj tashmë 8-9 vjet që merrem me nutricion. Dhe faktikisht në kohën e pandemisë unë kam arritur që ta finalizoj masterin e nutricionit online, për fatin tim të mirë, se unë kam mbaruar studimet në Spanjë për nutricionin. Ka qenë periudha e pandemisë dhe për fat u bën edhe provimin e kam bërë aty. Pastaj kur erdhi momenti i specializimit, unë kam dashur gjithmonë endokrinologjin, pra për ta lidhur ushqyerjen me aspektin hormonal. Por nuk e ka pa dot, kur më erdhi mua radha, se ka një klasifikim kur ne konkurojmë në mjeksi, ishin mbushur kuotat e endokrinos dhe nuk kishte më. Dhe kam bërë një zgjedhje shumë të shpejtë dhe gjyshi im faktikisht kur unë kam zgjedhur profesionin nuk ka qenë gjallë. Gjyshi im dhe mami im të dy kanë mbaruar për biokimi, për faktin sepse aso kohë nuk u doli dot mjekësia, siç kanë qenë koha e komunizmit. Dhe të dy kanë dashur që të ishin mjek. Dhe më kujtohej fjala e gjyshit që thoshte për femrat është më komode okulistik ose dermatologji, pra profesione që ti jesh rehat, pse duhet të sforcohesh. Dhe në moment kur un kam qenë aty në atë sallë, kur kam parë okulistik dhe nuk e kujtoj si kam dalë nga ajo sallë, dhe kjo është dhe arsyeja pse un kam zgjedhur okulistikën, vetëm sepse ka qenë një nga ato këshillat që më ka dhënë në fund. Të ka ardhur. Faleminderit shumë që ishe mamë dhe për gjithë transparencën, dhe uroj që edhe mamat të kenë marrë mesazhet e duhura dhe edhe pse jo, dhe nëse ato që përgatiten të bënë mamën në të ardhmen. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.